Prindit ka pas një rregull shumë të thjeshtë, nuk I përdorni shancat që ju jepën, pip kapu koferat edhe po kthehëm mbrapa. Te kom themelu Business Match Kosovo, me atë ju ndihmojmë kompanive për Holandë mu vendosën Kosovë. Familja jonë jë ndarë në Holandë në vitin 1093, atë im ka me familje, motra I ka pas 1 vjet, vllau I ka pas 9, unë I kam 6 vjet. Edhe lidha me Holandën në konë se migja, u konë vendosë në Holandë, edhe që ashtu prind ka vendosë atër me shku pe Kosovë në Holandë. Tash I kemi bo 32 vjet, po bohen që jemi në Holandë. Me moj men si fëmi, kur jemi konë në përhajme, ku kanë shtëpijat imigranteve, ku folke baba me tjeri, pyet këtë që sajni këtu 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet, e ja bëj ke baba theke, po qysh më po rrini kaq gat, pse s'po ktheheni, tash u bë 32 vjet që jemi në atje. Rritja u konë, mbështetja pe Holandës u konë shumë mirë, na ka jep shkollimi shumë shpejt që ka fillue. Edhe unë I kom pas 6 vjet, edhe ta termalet I kena pas mu integrue. Për shembull, prindit ja kanë fillu, nona ja ka fillu se ja ka fillu edhe në shkollë me shku, me mësu gjuhën, shkrimin atje në Holandë. Edhe taj baba ja ka fillu me punue, edhe gradualisht, masi që ti kemi kry shkollën fillore, shkollën me mesme, ta ja kom fillu edhe punën profesionale atje. Po çdo herë me shumë mbështetje pe institucionet të Holandës së pare, edhe pe shtëpisë ku prindit na kanë rrit së pare të shtëpia me kulturën tonë edhe me gjuhën tonë, po edhe ka pas një rregull shumë të thjeshtë, na e ndarë për juve, për sigurinë edhe për të ardhmët juve këtu, nuk I përdorni shancat që ju jepën, pip kapu koferat edhe po kthehëm mbrapa. Unë tash që 2 vjetë kom themelu Business Match Kosovo, me qëllim për me promovu Kosovën si shtet oportuniteti për bizneset e Holandës. Me atë ju ndihmojmë kompanive për Holandë mu vendosën Kosovë. Peri hulumtimin e tregut parë, deri vendosin këtyne për mezyre edhe me rekrutimin e punëtorëve, edhe me punët operacionale që I kanë përditshme, na I mbështetëm për që me thonë pe as dhe në zhë. Ja kemi lehtësu procesit sa ma shumë, që mos me pas kur farë pengesa për interesin e tregut Kosovës, po edhe mu vendosën Kosovë. Tash Kosova në shtetin e Holandë nuk është ashtë që njoftën që është për shembull në Gjermani edhe në Zvicër, kurse diaspora është më e madhe, diaspora shprej, na lidh me shtetet e Evropës. Në Holandë kemi afër 10.000 kosovarë që janë diasporës në vendosën në Holandë. Edhe për atë Kosova nuk është fort e njohur. Edhe po megjithatë që to 5 vitet e fundit interesi pe kompanive holandeze po rritet aq më shumë. Në sektorë të ndryshme. Tash kemi për shembull kompani shumë të mëdha të Holandës partneritet me Kosovën. Për shembull është kompania Kivo, Rexi, është kompania Bukuro që për momentin mbrana 3 viti ka bërë 60 punëtor këtu në Kosovë. Edhe çdo prej janari deri tash I kemi ndihmuar 5 kompanive pe Holandës që vendosën këtu në Kosovë prej 1 deri 15 punëtor. Pra interesi po rritet çdo herë. MySpori kemi kapacitetin e njerëzve, jemi që me thonë tegër me arrit. Përpara populli Kosovë normal unë varë pak për diasporës, po tash u ndryshu sistemi. Diaspora tash nuk dërgon për shembull parë drejt Kosovës për bijetim. Populli u forcu, çun kom veta, me njohuri, me inovacion, edhe çka mundet më ofru Kosova MySpori, njerëzit tonë njohurin që e kemi, që mund me punu në distancë, që është remote working. Portierat e kemi për shembull sektorët e ndryshme që mundem bashkëpunime me hap me kompanitë holandeze. Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës e Holandës është shumë I mirë. Së pari për shembull kanë marrëveshje tatimore ndërmjet veti, tax treatment. Tjetra, shteti holandez I subvencion kompanitë holandeze që dojnë mu vendosën tregën e Kosovës në fazat të ndryshme, prej hulumtimit deri me vendim dhe implementim të aktivitetet të tyre në Kosovë. Ato mundën me varë subvencioni prej 2.500 deri në 250.000 euro. Qatë qëllimi kemi na me promovu Kosovën për mi të rjek investor për Holandë. Këtu jemi sot musafir të Instabuild Innovation Center, është prej familjes Plana, mentor Plana themelues dhe drejtor.
po ma shumë vizioner se që me thonë titullin drejtor. Sot me musafir që e patëm edhe vizitën në Demo Park, i shifshëm befasimit e musafirve që i kemi sot, se çfarë mrekullie, çfarë inovacioni është këtu të ndodhë për momentin në Kosovë. Qëllimi i kësaj kompanije është prej Kosovë në përbot. Do me thonë, dërtim sustainable housing me botë pagushme edhe me kriju cherry communities. Cherry communities është brendi instabil dhe për me kriju lagje në mënyrë dërtimet modulare që kanë zhvillu. Mentori ka pas shumë dëshirë, e kom thirrë mentori, thash mentor, çështë kemi plan një event me Dutch Business Day ku i bashkojmë kompanitë holandeze, tha Arton, tha me shumë dëshirë, tha ju mirë pres. Aq. Për momentin, në vitin e parë e kom përdorur si promovim majs pare, tash e tu që jemi të punu në për projekte ndryshme. Kërkesa, po edhe interesi po rritët çdo herë. Edhe plani jonë është jo vetëm taj me Holland edhe Kosovë, po presim edhe vite ashme me hap shërbimet tona që i kemi, edhe për Belgjikë edhe për Luxemburg, për më bë tregi Benelux. Kurse tregi Benelux për momentin për Kosovës hala nuk trajtohet në atë mënyre për mundësitë që i jep, se është tregu i tretë mas Gjermania, Francë në Evropë. Na i nimojmë edhe kompanive për Hollande në Kosovë, edhe për kompanive për Kosovë që dojnë me hyrë në tregën e Hollandës, në dy anshëm. Dëshira jame pëse ja kom nisë biznes me shkosë shumë thjeshtë, unë jam punë në punësi mirë, tonat mirë, po arsyeja pse ja kom nisë biznes me Kosovë është e para me kriju punësi në Kosovë. Jo me tërheq njerëzit për Kosovë, po me kriju punësi në Kosovë. Edhe e dyta me lidh bashkëpunime ndërmjet Hollandës dhe Kosovës për me tërheq investime. Edhe çka ju kisha thonë trive, është shumë thjesht, është mirë me menu larg, po për me shku te larg, shkon hap pas hapi. So the experience here in Kosovo is very good because there are a lot of talent in IT, and we are building a company, it's called DataFuse, and we are hiring people from here to build our solution because talent in the Netherlands is really hard to find and also really expensive in labor. And here we have still good salaries and also good people, good qualifications with like 8-9 years experience. And yeah, they can build for us much faster, much cheaper, so we can deliver value to our clients. And also Kosovo, a great country with nice people and good infrastructure, I think. So yeah, really nice. Unë jam Artan Gjemajli, themeluesi i Business Match Kosovo.